Një shkrim nga Irfana Gushi mbi Meryem Lumi. Kur fjala vret më shumë se shpata. Historia e Meryemës, pas një heshtje të gjatë, Meryem Lumi u rikthye, por jo si dikur. U kthye si Maria me një shpirt të thyer që të dhëm ta shohësh. Dikur kishte qenë në kërkim të Zotit dhe siç thoshte vet në fund, e kishte gjetur atë në Islam. Studioi me pasion, predikoi me zjarr dhe u bë një nga teologët më të dëgjuara në hapësirën shqiptare në Europë. Një grua e re, e artikuluar dhe aftë për të folur, fitoi zemrat e mira grave muslimane. E kam parë të vi disa herë në Zvicër për ligjërata. Gruaja ime më pyeste shpesh për ndonjërin prej tyre dhe unë zakonisht nuk kisha kundërshtime. Ajo hyri në zemrat e njerëzve si rufe, jo vetëm të besimtarëve musliman, por edhe të grave nga fe të tjera që e admironin për qartësinë, për kushtimin dhe qetësinë e saj. Lidhja e saj me Zotin ishte fortë. Djalin e madh e bëri afës të Kuranit, vajzën e edukoi me dashuri për fen dhe ajo nisi të mbante shami, por një ditë, si çdo ditë tjetër, Meryemja tha diçka që tronditi botën, një fjalë që do ta rënonte për tokë. Vitin e kaluar ajo mbrojti një qëndrim të vetin mbi namazin dhe për këtë u shndrua në shënjestër. Shumë teolog, kryesisht burra, u hodhën mbi të me ashpërsi, e sulmuan pa mëshirë, pa e konsultuar dhe pa e pyetur, pa i lënë hapësirë për reflektim as sqarim. Fjala e saj nuk pati frym as debat, as mirëkuptim, por mbi të u gjuajtun vetëm gur dhe mallkime. Presioni publik i ushqyer nga këto reagime u bë i padurueshëm. Meryemja u mbyll në vetvete. Në momentin që u toroqa, thot ajo, kalova në krizë emocionale shumë të thellë. Kam ndier poshtrim, nuk mbeti njeri pa mëshare mallkuar, i ditur e budalla. Tu shuft jeta, mos pafsh ditë të bardhë. I lëfsh fëmijët jetim, ishin këto fjalët që i lexoja gjithkund. Pastaj ajo pyeti me dhimbje, por a jam qafire vërtet? Dhe nëse po, si të bëhem besimtare? Djalin e madh e bëra fiz, vajzën e mësoi për Zotin. Unë vetë një muslimane praktikante, atëherë pse Zoti nuk më mbrojti nga këto dhimbje, nga vuajtja, nga vdekja ime, sepse siç tha vetë ajo, Meryemja vdiq, jo fizikisht, por brenda vetes. Në paraqitjen e saj të parë pas shumë muajsh, ajo foli me një qetësi të rrallë. Shihet te një shpirt i lënduar. Nuk mallkoi askënd, nuk u mbur as me dijen, as me të kaluarën, vetëm tha se po i rishqyrtonte gjithçka, fen, punën e saj shumë vjeçare dhe marrëdhënien e vet me Zotin. Ka menduar se jam njeri i mirë dhe se jam në shërbim të Zotit. Ka menduar se Zoti më do dhe se unë kam një vend pranë tij. Ju e dini, nëse ka patur ndonjë njeri që ka folur me aq pasion për Zotin, ajo kam qenë unë, sepse e kam ndier thellë në shpirt. Thot ajo në paraqitjen e saj, por tani ajo thot se është në kërkim të rrugës për tek Zoti. Jam duke e kërkuar rrugën drejt Zotit, ashtu siç e kërkoi Ibrahimi, alayhi selam, që e gjeti vetë pa ja mësuar askush. Dhe këtu qëndron tragjedia e heshtur, mendje madhësia, nxitimi dhe mungesa e mëshirës nga disa teolog që e shtyn një motor drejt humnerës së dyshimit. E bën të vërë në pikpyetje jo vetëm fen, por edhe vetë ekzistencën e Zotit. Ky rast duhet të na shërbejë si mësim, sepse fjala vret më keq se shpata. Ajo tha Meryemja vdiq, dhe profeti Zotit ka thënë se vrasja e një njeriu është më e rëndë se rënimi i qabes. Dhe çfarë të thuash për vrasjen e shpirtit? Lu Zotin që Meryemja të rigjej rrugën e saj. Sprovat janë të ndryshme dhe më të dashurit e Zotit janë sprovuar më rënd se ne. Mos shkoj më larg se Meryemja, nëna e saj, paqja qoftë mbi të. Sprovat e saj ishin kaq të mëdha sa do të rrëzonin për tokë secilin prej nesh. Zot, na sprovo aq sa mund të durojnë.